Kanë mbetur vetëm pak ditë nga afati i vendosur nga administrata tatimore për pajisjen me postë të bizneseve që ofrojnë shërbime dhe kryen pagesa kesh. Nga data 30 maj, strukturat akomoduese, transporti dhe institucionet publike do të duhet të ofrojnë detyrimisht pagesa elektronike në çdo pikë shitje. Kanë mbetur vetëm pak ditë nga afati 30 majit për pajisjen me POS dhe POI të bizneseve që kryen pagesa kesh. Administrata tatimore kërkon që çdo pikë shitjeje në sektor si turizmi, transporti dhe institucionet publike të ofrojnë pagesa elektronike. Në fokus janë hotelet, rezortet, bujtinat, apartamentet turistike, por edhe shërbimet e transportit dhe shoqëritë me kapital shtetëror. Sipas tatimeve, përdorimi i POS-it lehtëson pagesat për qytetarët dhe turistët, rrit transparencën dhe ndihmon në formalizimin e ekonomisë, sidomos në prag të sezonit veror. Sipas administratës tatimore, çdo pikë shitjeje duhet jetë e pajisur me pajisje elektronike pagese, në mënyrë që qytetarët dhe turistët të kenë mundësi të kryejnë pagesa me karta apo forma të tjera elektronike. Ky proces synon të reduktojë përdorimin e keshit dhe të rrisë transparencën në transaksione, sidomos në prag të sezonit turistik veror, ku pritet fluks më i lartë vizitorësh. Administrata tatimore u bën thirrje bizneseve që të marrin masat brenda afatit, pasi në të kundërt parashikohen masa administrative dhe gjoba për subjektet që nuk zbatojnë detyrimin e ligjit.